U rikthyem. Kur themi në studio, vazhdojnë mesazhet, vërshojnë mesazhe të shumta, ne gjatë reklamave edhe po diskutonim këtu pra për miqtë tanë, të cilët po kujdesen në lidhje me temën që e kemi për sot. Unë do doja nga regjia që të rri edhe një herë dhe ta ritheksojmë edhe një herë, pra miq dashur, përse dhuna është kaq prezente tek fëmijët, pra fëmijët që po i rrisim, që po mundohemi, që po japim një mund të madh, mundohemi dalim prej vetvetes për po japim mund të madh. Jo, po japim mund të madh, por pa vetdije, pa shoshitur mirë, se përse i anashkalojmë ata. Ne mundohemi të punojmë sa zbën për t'u bërë jetën më të lumtur, por nuk kemi kujdesin dhe fokusin tek ata. Mesazhet po na vinë dhe këtë do ta diskutojmë edhe me të ftuarin që e kemi këtu në studio dhe një mesazh do ta lexoj. Përshëndetje, thotë jetojmë në një kohë kur dhunuesi është trim, është fitimtar, jetojmë në një kohë kur nga dhunuesi frigohen shumica, sepse ai ka mbështetje, kurse ai i dhunuari jo. Temat e bisedave janë forca, dhuna dhe jo dia. Edukata sinqeriteti. Lëvdatat shkojnë tek i fuqishmi dhe jo tek punëtori i ditur. Dhunuesi gjithmonë ka tifo, viktima është pa përkrahje, ndërsa denoncuesi shpallet tradhtar. Është një mendim i një zonje që e kemi të rregull në emisionin tonë të mëngjesit. Por është edhe shumë e vërtet. Faleminderit shumë për mesazhet dhe mendimet që i ndani dhe këshillat që po na jepni për të gjithë ata të cilët s'kan guxim të shkruajnë, por thjesht i dëgjojnë. Dhe besoj që do reflektojmë, Valbona. Sot ja vlen të theksohet që me të vërtet mesazhet kanë qenë të shpeshta, të shumta në një numër të madh dhe që kanë ndarë eksperiencat e tyre personale, mirë po edhe këshillat se si duhet me të vërtet një herë për gjithmonë të reflektojmë tek fëmijët tanë, pikë së pari tek vetvetja, mirë po edhe të krijojmë një familje të shëndosh. Tani themi hajde gëzuar, në temën e ditës. Do të themi gëzuar edhe të ftuarit tonë që e kemi këtu në emisionin tonë. Erdhi Dritro, sot e kemi në studio dhe ekskluzivisht shumë tentimeve dhe kërkimeve e ndau mendjen dhe gjeti kohë për të ardhur në emisionin tonë. Dhe tregoj që nuk ka kryer. Do vi, tha, kur do kem material për çka për të folur. Dhe tani ju kanë grumbulluar. Janë grumbulluar aq shumë materiale, miqdashur, patët mundësi që para publicitetit të shihni një kronik që, siç e tham në fillim të emisionit, u mbajt një premierë filmi, një premierë e realisht të them, njerëzit dolën shumë të kënaqur, kishte një duartrokitje të madhe, e përshëndetën, i ndoqëm edhe opinionet e deklaratat edhe të regjizorit edhe të DOP-s, pra ai që merret konkretisht me imazhin e fotografisë, dhe ne për ditën e sotme do i themi mirëmëngjesi të mrekullueshmit aktorit ton nga Kumanova, që e kemi këtu në Shkup, Shkëlqim Islami. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Shkëlqim, si jeni? Mirë. Mirëmëngjesi bukur, a? Po, tema më herët ishte me dhunën, apo? Po, temën e sotme. Me dhunë. Dhe sot me dhunë e kemi sjellë në Shkëlqimit. Jo, është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Unë do doja që ta nxjerrim temën aty për ta diskutuar fillimisht me Shkëlqimin, edhe të vazhdojmë tek ajo pjesa konkretisht se përse e kemi ftuar. Përse dhuna është kaq prezente tek fëmijët. E kemi edhe shkëlqimin edhe prind. Edhe prind. Pra, të një djalë dhe duhet të potencuar. Një djalë i vogël, tash ende s'ka mbrirë në këto faza, por sigurisht që ka dëgjuar. Hapat që nga mosha e vogël, domethënë. Ke dëgjuar lajme, po shikojmë nëpër lajme, nëpër portale të ndryshme që grumbuj fëmijësh, qofshin ato vajza, qoftë djem, rastin e fundit e patëm ditën e premte në Saraj që një grup fëmijësh dhunuan camat të dobët dhe pasuan me lëndime shumë të mëdha në kokë, në hunde të tjera dhe të tjera. Përse mendon që po zhvillohet dhe po rritet kjo dhuna shumë tek fëmijët tanë? Unë vi prej një vendi ku momenti që del në klasën e 8, i dush me u ballafaqu edhe me u rrah me nxënës të tjerë të fshatrave tjerë ose të komunave tjera. Është fenomen që na përcjell ndër është si trend, është si trend me breze me tradit. Kështu që nuk e kisha zgatë shumë këtë punë, është faj numër 1 tek prindrit, se si i trajtojnë dhe si i mësojnë fëmijët. Për shembull, unë edhe me shoqërinë që kanë fëmijë të moshave ndryshme kam diskutuar që dert e ka pse ju ka bë fëmia kaq i kulturuar. Do të thënë prinderit nuk duan që të jenë kaq të kulturuar. Jo, e frikohet se fëmia im është sepse do të jetë viktim ndonjëherë. Do të jetë viktim. Pra nuk i di çka duhet me diskutuar më shumë këtë fenomen, sepse është e tmerrshme. Edhe prandaj edhe unë po them, edhe unë e kam përjetuar
llojin e dhunës, ose bullizmin e krejtot, cilët është diçka e cekët për zhvillimin e një personaliteti më tutje. Për shkak që bullizmi, kompleksi, nuk lon me u shpreh, nuk lon me shkututje. Shpresoj shumë që të vetëdijsohemi si prindër. Fëmijët nuk mund të shprehen në shkollë, nuk mund të shprehen në shtëpi, nuk mund të shprehen në shoqëri, domethënë askund fëmijët nuk po e gjejnë atë mbështetjen për të shprehur, për të ndarë pa kënaqësitë e tyre, dhe pikërisht kjo, domethënë edhe nëse bëhet një fëmijë i mirë, i edukuar, i kulturuar, njëkohësisht ai do të etikotohet si viktim. Kjo është një fatkeqësi. Pastaj sa i përket rregullit nëpër shkolla, nuk i di, për shkak që djali ende nuk ka filluar dhe nuk e njoh sistemin mirë, unë e kam kryer më herët moti, por me çka dëgjoj, çka shoh, ka mungesa ndryshme në çdo aspekt. Po shkëlqim kështu a mendon, domethënë sa e vështirë do të jetë edukimi i një djalit? Shife, me janis me mendua ashtu, ndoshta s'kishim fillu me kriju familjen. Nëse mendonim kështu. Po, seriozisht, po. Kështu që ja lodhe pa kohës, edhe unë edhe bashkëshortja Saronda, mundohemi gjithmonë të jemi sa ma korrekt ndaj tij, se është edhe i vogël shumë. Po, sa ma shumë ju përkushtu kohë, fëmis me eduku është shumë më mirë. Me diskutu sa më. Për shkak që sa ma shumë prind që mlidhen edhe i punojnë me fëmijët e tyre, gjenerata vjen të u zhvillu edhe mund të kemi një gjenerat më të mbarë. Sigurisht. Okej, do kthehemi tek temat të cilën e kemi edhe të ftuar për ditën e sotme. Pra, ishte premiera e filmit Parku i Dorës. Do të na shpjegosh pak subjektin e filmit, edhe pastaj do flasim për ato detajet. Po. Se pse e zgjodhe skenarin, çfarë të pëlqeu më shumë, e të tjera. Dhe bashkëpunimi me aktorën kryesore. Po, do të thonë, skenarin e ka shkruar ndjeri profesori Aqif Mulliqi. Pastaj, pasi vdiqe ka morë vajza e tij Getar, po, Geta, e cila është po ashtu skenariste, në bashkëpunim me regjisorin Sabedin Aliu. Tema trajton një djalë i cili është në lidhje me një vajzë, por pëson aksident edhe bie në koma. Pasi zgjohet në koma, vitet, mendoj 28 muaj, nëse nuk ka bëj kështu ka gjithë. Pas 28 muajve është... Dashuria zbehet? Zbehet, ajo krijon familje, edhe ky vazhdimisht fiksohet pasaj për me gjetë dhe me u ribashku. Do dhe në të njëjtin qytet si ngjarje, si histori? Njëjtin qytet, po ajo ka shku me prindrit në jashtë, në Perëndim, po. Interesante. Shumë interesante. Ne do i shikojmë edhe pamjet këtu të filmit, miqdashur, filmi i cili sapo ka dalur prej furrës, siç e themi ne. Unë pak... Unë do të di se si shkoi premiera, interesimi, e di që filmi është xhiruar 2 vite më parë, si e mirëpritët të gjithë realizimin. Do të ndryshojë diçka tash kur e sheh edhe realizimin e filmit? Ai syri kritik i një aktori. Kënaqësitë e aktorëve janë të shumta, sigurisht. Një orë gjysmë pa veten tankohen në kuadër është pak siklet, se megjithatë për një projekt që ka përfunduar para 2 viteve, mund ndodh ndonjë film para 4-5 viteve të përfundon dhe ti realisht shkon e ke harruar dhe ngjarjen. Dhe kur e shef kështu. Kur e sheh ato njëjtë si publiku. Do thonë është syri gjykuese, po e sheh. Dhe pastaj të kujtohen, po prit se xhirova edhe këtë skenë, edhe këtë skenë. Pse si ka futur, pse i ka bërë. Zakonisht aktorët nuk marrin pjesë në montazhin e filmit. Jo, dhe pikërisht kjo ma ka kriju një stres pak ma kështu se nuk pata parë në ndonjë material paraprakisht. Ma la surprizë regjisori kështu në krejt. Ishte siklet. Më besoj. Ishte siklet, po edhe kjo është pjesë e përvojës. Do flasim sa zjatën xhirimet e filmit. Kanë filluar sigurisht që para 2 viteve kanë filluar, po si ishte ai ballafaqimi jot i parë? Çfarë pet tek personazhi, sepse je në rolin kryesor këtu, çfarë pet diçka të ngjashme që të kollaboroj? Sigurisht kur bëhet zbërthimi i personazheve, duhet t'i japim ato pika të përbashkëta me personazhin që do gjej dhe do dalë si më mirë. Te ne ndodh rrallë që një regjisor nëse nuk të njëjtë jep rolin kryesor sidomos. Unë me Sabedin nuk jam njoftë më herët. Edhe me siguri ka patur raste që të ka parë punën tuaja gjitha pa. Edhe kemi diskutuar, po ma shpjegon, roli është interesante, është për secilin aktor është intrigues. Provokim, një rol i tillë dhe thash, "Okej, bisedojmë, ma dërgoj skenarin, tash ka dërguar skenarin, e kam lexuar,
Dhe i them, okej, ka kohë për xhirime, tash përgatitem. Jo, tha xhirimi edhe 2 javë fillojmë. Do të na është një fenomen tjetër tash. Nuk është rast vetëm ky, po ka edhe shumë të tjerë. Edhe kam punu intensivisht, edhe në bashkëpunim me regjisorin kemi gjetë gjuhë të bashkët. Jemi mirë kuptuar në çfarë orientimi me çfarë rrugë duhet. Edhe kam vendosur mos me luj dritra, është shumë e rëndësishme. Po ta përjetosh. Mos me thjesht me besu kësaj që me besu edhe me dal veten time. Pikërisht. Stil interesant kjo. Më pëlqen. Edhe normal, në film ka pas momente jashtëzakonisht mira, po ka pas momente ku edhe personazhi vet e le ngjarjen me rrjedh. Ja le kohës në film. Por mua është shumë e rëndësishme në rolet kryesore personazhi me mbajt linjën kryesore të emocionit deri në fund. Ata ja kom arrit, për detaje tjera tash gjithmonë ka diskutime, ka debate. Sigurisht. Po bashkëpunimi me Teutën si ishte, me rolin kryesor? Shumë mirë, po Teuta është një kolege jashtëzakonshme, është shumë pozitive, edhe nuk është nuk cenon në gjatë xhirimit në set. Nuk ka kërkesa astronomike, do themi. Ashtu, kemi pas bashkëpunim mirë. Vetëm problem që e ka pas një qenush të vogël, që ishte prezent në set. Po në Tetove ka shti në hotel në Çant, se nuk e kanë ligu. Përmes Çantës. Po shkak të zhurmës që sepse 90% e filmit është zhirruar në Tetovë. A është edhe qenushën e ka prezent si personazh? Po. Është edhe si personazh qenushë. Ja vlen të theksohet që është filmi i parë edhe i saj, ku ajo aktron edhe me vajzën e saj, prandaj edhe mbetet, siç e tha edhe në deklaratën në kronik, që do të mbetet një ndër projektet e saj më të ndjeshme, më të dashura. Sepse ka luajtur me vajzën e saj. Ngjarja është subjekti me 3 fjalë, shkëlqim, një djalë i cili bie në koma pas një dashurie, dështon pas komës dhe ribashkohen ata pastaj? Jo, për fat keq. Jo. Nuk pas ka një përfundim të ëmbël, të bukur. Periudha në cilën në këtë rast Teuta, si personazh mendon që unë e kam lënë ata, nuk jam kthy. Në fakt nuk e ka kuptuar që mu ka shtyp makina. Nuk ka informacion që ke kaluar në komë. Pas një takimi, pas shumë kohësh, e kupton që kom pas aksident edhe në spital trajtim, koma dhe ajo nuk e ka ditë, sepse ka shku me familjen perëndim diku jashtë. Kur do të kemi mundësi ta shohim prapë filmin? Me siguri, nuk e kam biseduar shumë. Për momentin ishte premierë mbyllme. Ishte mbyllur. Sa për të prezantuar për aktorët edhe për miqtë të dashur, po premiera së shpejti besoj që do jetë edhe për kinemat. Po, tjetë edhe në repertor të kinemave, dhe është kjo pjesë i përket produksionit të regjisorit. Cilët do të merren me këta? Sido që tjetë do të ketë paralajmërime për repriza edhe shfaqjen. Sa je përmbushur prej filmit? Momenti i pyetjes është i vështirë pak për shkak që jam në një proces tjetër të shfaqjes. Do të flasim edhe për atë pas pak, do kaloj filmi pas 2 minutave. Filmi mendoj që ka periudhën e saj, para përgatitja, xhirimi. Pastaj nuk është në dorën tonë më. Gjithsesi është jep çmos, bën nxjerr dhe dikush tjetër e ka atë pjesën ku vendos. E mira përkundër teatrit që është filmi jetë, dokumentim. Për faktikisht me dritron punojmë bashkë edhe e dim kur punon shumë në teatr, me pak repriza shuhet roli, shuhet gjithçka. Ty personalisht jetë një eksperiencë e mirë ose edhe e mban mend, mirë po aty përfundon. Përndryshe aty përfundon, edhe filmi e ka të kundërtën, filmi mbetet edhe duhet të ketë kujdes sa më shumë sepse është shumë senzitiv. Filmi është jashtëzakonisht senzitiv, duhet të kemi kujdes të punojmë jashtëzakonisht me masë, me delikatesë. Para se të kalojmë tek shfaqja, që është shumë pritur dhe do ta kemi premierën pas disa ditëve, filmi apo teatri? Cila pak më shumë, pse cila më shumë? Na trego pse njëra ose tjetra? Si mi vra. Shive, po, definitivisht jam i lidhur më shumë me teatrin, ndjej veten shumë më mirë me teatrin. Ndërsa industria e filmit ka kalu në një dimenzion pak më të ftohtë, më praktik në pjesën e përzgjedhjeve, në pjesën mënyrën e arritjes deri te roli,
nuk na bie shpesh me lujt, për shkak s'kemi ne kuptojmë prodhim, rrethonat edhe ashtu. S'kemi prodhim të shumë të filmit, të fatkeqësisht tek ne. Fatkeqësisht edhe për të deportu jashtë vendit, në film, në industrinë filmit duhet kesh komplet tjetër menaxhem. Edhe qasje duhen ekstra fonde të shumta, të cilët fatkeqësisht vendi jon nuk i financon, edhe për atë ne kemi shumë filma këtu në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri që realizohen, por është ajo pjesa shtesë ku duhet sa është buxheti i filmit, duhet edhe një buxhet tjetër për të vazhduar në festivale, për të bërë marketing. Ashtu, edhe para përgatitja për film, si student, po flas, ne kur kryjm aktrim, realisht kryjm për teatr. Për film nuk ka kush na mëson filmin për fatkeq. Fatkeqësisht pa. Nuk ka kush na. Shkollat tona nuk e kanë. Bile edhe për teatr, po nuk po du me tinglu shumë ekstrem kështu, për shkak të pjekurisë profesionit, se kur jam student nuk pas shumë njohuri. Është eksperjenca ajo. Eksperjenca që të ban me besu për me pas një lloj kritike të tillë. Kështu që për film nuk kemi, absolutisht nuk kemi, më mirë është me shku me nda do fonde, do pare, privat, me marr pjesë në për workshope ndryshme në Europë, pasi e kemi më afër, edhe me marr mësim eksperiencë para kamerë. Për ndryshe, na e shfrytëzojmë eksperiencën tonë laike, me të cilën e besojmë në vetvete që dim dhe mund të luajmë në një film. Unë do doja edhe një pyetje të fundit, ku jemi këtu të flasim për filmin dhe tani do kalojmë tek pjesa tjetër, sepse pas pak ditëve, mund të themi, që pritet një premierë këtu në Teatrin Shqiptar të Shkupit, por pyetja ime është kjo. A do duhet, për shembull, shteti jon i mirë, që Zoti na e ruaj dhe na e shtof me buxhete, edhe me të mira, që të paktën mos kemi një 3-4 vite prodhim financim të filmave, por të grumbullohet një buxhet i madh, që një herë për gjithmonë, 2-3 filma që mund të prodhohen në vendin tonë, të kenë financa për të rrugtuar sa më shumë filmi. Apo do vazhdojmë me këta tërhiqe mos e këput. Unë edhe... Qa si mendim, kështu të ndajmë bashkërisht? Jam edhe në agjencion të filmit, në bordin drejtues të agjencionit të filmit, edhe një ndër arsyet që kam pranu me qenë aty është pikërisht kolegët e mi dhe aktorët. Po edhe për filmin. Për shkak, unë e di rrethonat si janë, dhe si kanë shku gjatë viteve, nëse nuk gaboj prej vitit 2011-12, diçka është filmi i parë që është përkra shqiptar në Maqedoni. Deri tani, janë dikun, gati çdo vit ka pastaj nga një film të gjatë po flas. Film gjatë artistik. Dhe arsyeja pse më ka ofruar edhe kom hyj aty është me mbrojt edhe me çu pak më tutje filmin në Maqedoni, edhe për kolegët e mi aktorë që shumë pak u jepet mundësia të luajnë, se jemi taksa pagues të vendi, edhe duhet ta kemi mundësinë të luajmë, edhe duhet ta ketë mundësi secili aktor. Maqedonia ka aktorë që jashtëzakonisht mirë, edhe aktorë gjithsesi, por shumë pak u jepet mundësia. Unë jam të punu shumë që me ardhmë pa kolegët e mi, me çato buxhete që i kemi. Ndërsa sa i përket grumbullimit, pyetjes drejtorit, duhet ndërlidhem, është se me patjetër sipas ligjit është duhet me pas film. Do të kemi prodhimtari çdo vit. Shpresoj që në vitin e ardhshëm, ashtu siç diskutohet në agjencion në Ministrinë të Kulturës, buxheti ka me qenë shumë i mirë. Nëse vazhdojnë kështu rrethonat, programi do të jetë edhe më shumë i bollshëm, edhe besoj që do të ketë fonde. Shpresoj që nuk është vetëm në letër. Është një temë të cilën duhet ta diskutojmë shumë këtë për çështjet e veprimtarisë filmike. Prandaj duhet na vjen shkëlqimi më shpesh në studio. Jo, sepse kemi edhe shumë abuzues që ka patur ndër vite. Nuk dashta me hyj aty se ka patur ju ti themi këtë sepse ka patur shumë abuzues edhe sot po reflektojmë. Por uroj dhe shpresoj që këtë dëshirën dhe vullnetin. Edhe vullnetin, po edhe idetë që i ke dhe ku ke dëshirë ta dërgosh, uroj që ta realizosh. Faleminderit, unë edhe i bëj thirrje të gjithë regjisorëve të filmit në vend, të cilët i njoh shumicën, po disa edhe nuk mund ta di sakt. Le të kontaktojnë edhe le të dorëzojnë skenare se me inkuadrimin tim në agjencion të filmit, edhe të kolegëve të tjerë,
dojmë me dhënë mundësi regjisorëve të filmit që nuk kanë ardhur në pa deri më tani. Edhe ju është bërë pa drejtësi. Kështu që haptas po ju ftoj. Është e hapur haptas po pra ju të ftoj. gjithë regjisorët të rinj, gjithë ata të cilët ose kanë eksperiencë ose kanë punuar jashtë vendit dhe këtu e kanë patur derën e mbyllur, është Tani më ka një portë. një thirrje. Po. Jemi në 5 minutat e fundit, duhet potencojmë, drejtoro jemi në fund. Prandaj shpejt. patjetër që po, do të Do na të vish flasim për sërish. premierën. Tani e kemi me datë E 20 gjenjë mos UNESCO. gaboj. 20 Shfaqja- opsionale po të shohim. Sa ose 20 Po diskutojmë. do të jetë premiera në teatrin shqiptar e autorit e Eugenio Ceronti. Ionesco, Rinoceronti. Rinoceronti. Kur është një teatr absurdit, është një vepër e shkruar në vitin 1959, më duket, dhe e cila flet shumë për kohën e sotme. Sikur regjizori, autori, më fal, kërkoj ndjes, sikur ka jetuar në ditën e sotme dhe rikthehet në 59-ën edhe e shkruan këtë vepër. Në një vend ku në absurd të gjithë qytetit Valmora shndrohen në rinoceront. Çfarë do thotë kjo shkëlqim? Edhe pse kjo kafshë është në zhdukje, më duket që më tashmë është Është në vetëm mbrojtjen e UNESCO-s. Jo, më duket që vetëm është zhdukur si edhe rinoceronti i fundit Jo, i kishte vazhdojmë, kemi rinoceront, kemi gjithandej. Rinocerontët sipas shfaqjes nuk zhduken, ata Nuk bëhen zhduken. turm. Po, turma, vazhdojnë në Turma turm. vazhdon. Shkëlqim, është interesant. është një regjisor fantastik, i cili është drejtori aktual në teatrin Ivan Vazov, Ivan Vazov në Sofia. Bullgari, një teatr Në Sofia. që ka 300 në 365 ditë të vitit atje ka 800 shfaqje. Ua. Për afërsisht apo 700 e ca, sepse janë 3-4 salla të cilat funksionojnë natë për natë me shfaqje dhe është një regjisor shumë i mirë, një emër shumë i ndritur. Më thuaj si është bashkëpunimi me të ke rolin kryesor këtu. Po. Është i vetmi personazh i cili është real këtu në shfaqje. Fisnik. Po. Dhe krejt të gjithë të tjerët janë në një dimension siç jemi ne në këtë shoqërinë tonë. Dhe më thonë është shkru edhe potencove në 59-ën, 60-ën, pa marrë parasysh, është shumë aktual. Koncepti regjisorial me regjisorin Vasil Vasilev është një eksperiencë jashtëzakonshme për shkak të stilit të punës edhe të koreografit Rosen, nuk e di me emrin Rosen. Është një grup, një produksion i cili e din çka kërkojnë edhe e din çka dojnë. I din problematikat në Maqedoni, i din problemet e shqiptarëve në Maqedoni, dhe si e tillë ka vendosur me vunë në skenë tekstin Rinocerontët, cili ka të bëjë me si shoqëri në një vend, në një qytet në afër Parisit, të gjithë fillojnë të shndërrohen në rinoceront. Dhe vetëm njëri jo. Një njëri i zakonshëm, sepse ata që e kuptojnë dramaturgjinë Ionesco nuk ka heroj, ka antiheroj, të cilët duken pamje edhe në jetë të thjeshtë, punojnë në përzyre, në për komuna, mirë po... Janë në atë komfort zonën. Janë në komfort zonën, mirë po çështja që e bën të veçantë Ionesco është morali i njeriut. Duke mbajtur moralin, edhe mos me u bashku turmës të cilët në rinoceront, dikush mund me thonë, po pse bashkë në rinoceront, kjo është absurdi. Rinoceronti nuk është një kafshë, Është shumë pacifiste, është shumë meqe. është një kafshë të shtyp, nuk është një kafshë të kafshon, po të shtyp. Edhe shtypja ndaj Është figurativisht, pikërisht. e krijuar domethënë si shtypje në turm, në mas. Vjetë 59. Mos u ta. Nuk po tallem, as pak nuk po tallem, domethënë. Shkëlqim, thash- jeni të kënaqur me procesin, me punën, me të gjitha. Po, edhe diçka të ceke, tash jam transferuar në teatrin e Shkupit. Po shkëlqimin, se harruam ta. Jo, unë e ceku, po. Edhe është projekti i parë këtu, si me transfer, po. Edhe jam jashtëzakonisht i kënaqur me punëtorët. Kolegat i ke fantastik, a? Të gjithë. Mos t'i marrë mësysh. Shkëlqim, patjetër do të na vish sërish në studio, sepse as pak nuk i prekëm, nuk i Jo, e ndorhim nisëm, shumë po në u tema. fokusuam në një temë, duke menduar që do kemi shumë kohë. Nuk kemi Unë falenderoj kohë. shumë, Falenderit të dëshiroj edhe juve. suksese edhe u shtofshë. Ja ta Faleminderit, shefeve që akullin e intervistave do të kemi sërish në studio. Nuk do të presë shumë Faleminderit. lutje nga ne, a? Ja, tash e theu akullin, tash do vije me fisnikun, pra. A, po? Do i kthehemi atij formularit të pyetësori që e kemi. Miq dashur, ne këtu po japim Faleminderit fund. shumë. Unë ju falenderoj të gjithë juve që ishit shumë aktiv për sot në lidhje me temën. Sot u munduam që të prekim pak më shumë. Tema ishte shumë delikate, shumë prekse, sepse ne sigurisht që çdo kush dëshiron më pak dhunë tek fëmijët dhe më duhet që detyrimisht të japim më shumë kohë, më shumë dëgjim, edhe më shumë
empati ndaj të gjithë Vëmendje fëmijëve. tek fëmijët. Sepse çdo fëmijë që goditet sot është i rritur nesër dhe i lënduar pas nesër. Prandaj, nëse nuk veprojmë sot, mund të kemi pasoja nesër. Pasoja shumë Ne të mëdha. japim fund e emisionit për sot, me shpresë që do të qemi nesër, njëjtën kohë, njëjtë vend. Faleminderit Faleminderit, juve Valbona. të gjithëve, ritakojmë nesër.